Bashkia e Vlorës muajt e fundit ka një vëmendje të dedikuar për sa i përket përmirësimit të kushteve në hapësirat publike në qytet. Ndërmarrja e shërbimeve publike në varësi të Bashkisë së Qytetit prej muajsh ka nisur nga puna në përmirësimin e kushteve infrastrukturore të hapësirave që përdoren çdo ditë nga qytetarët. Fokusi i punës së përditshme janë edhe hapësirat e gjelbëruara, si dhe parqet shlodhëse ku qëndrojnë çdo ditë me dhjetra qytetarë të Vlorës. Puna është përqendruar për t'i kthyer ato hapësira në të përshtatshme për të qëndruar qytetarët dhe mbi të gjitha vende sa më të pastra në shërbim të tyre. Për të arritur këtë qëllim, punonjës të kësaj ndërmarrje kanë përfunduar tashmë punën për të vendosur në sheshin e Flamurit në Vlorë stolat e rinj. Stola shlodhës që janë vendosur në sheshin e të gjithë shqiptarëve, si një nga zonat më të frekuentuara, ku vlen të theksohet se në të prej orësh gjatë ditës qëndrojnë me qindra qytetarë dhe veçanërisht pensionistë të cilët kalojnë kohën e lirë. Vendet se ku do të qëndrojnë dhe pushojnë qytetarët janë vendosur pranë përmendore së Lirisë, por edhe në hapësirat e gjelbëruara që gjenden pranë varit të plakut të urtë të Pavarësisë Ismail Qemalit. Gjithashtu stola shlodhës janë vendosur edhe në hapësirat pas bustit të Pavarësisë në këtë shesh. Në total, siç konfirmohet, janë mbi 20 stola prej drurit të vendosur në këtë shesh, i cili preferohet shumë kryesisht nga moshat e treta. Gjithashtu në sheshin e Flamurit ka përfunduar edhe vendosja e koshave të mbeturinave. Me 10 kosha prej hekuri mbeturinash janë vendosur në të gjithë gjatësinë e tij. Kosha këta të cilët janë të vegjël ngjyrë të zezë, të cilën do të jenë për mbeturinat e vogla vetjake dhe personale. Qëllimi i vendosjes së tyre është që krahas hapësirës shlodhëse të krijuar, qytetarët të kenë mundësi për të hedhur aty mbeturinat, duke garantuar një shesh dhe një qytet edhe më të pastër. Puna vazhdon pasi çdo ditë punohet për vendosjen e stolave dhe koshave të mbeturinave në zona të ndryshme të qytetit. Fokusi i aksionit të përditshëm janë zonat më të frekuentuara të qytetit si Lungomarja, Bulevardi i Vlorës, Transballkanikja dhe pjesë të tjera të qytetit. Aksioni do të vazhdojë siç konfirmohet edhe në brendësi të bllokëve të banimit si dhe në periferi.